në vendet e pakta që lajmin e merë pa pare. Pa pare e merë. Edhe kejt në këshyrin, që ka përbërni ju, me ndojnë që na e nga shqyqat humanitare. Dhe me thonë, na du dyqysh me funksionu, du me pagu stafi, non të rez nuk jam. Rogat e punëtorve du të me siguru, tyrat e nevojshme. Prej nga siguruan prej marketingut dhe donacioneve nëse ka. Dash. Të na ka pas tendencë, si me thonë gati pra 20 viteve, me pas lajme me pages. Ka qenë Kosova Live. Po ka dështu. Nuk ka funksionu. Gjitha agjenci tjera kanë funksionu ku ju konë lajme pa pare. Dhe me thonë, Guardiani, New York Times, i ka dhe me Balkan Insight, i ka lajmet premium, i ka me pages. Të na jënë pa pare. I marin falë, dhe me thonë për që ato na kritikojnë, tash qysh duhet më financu? Gazeteria u lumtu se dini ki që është e shtrejt, është ma e shtrejta. Tash, nëse nuk ka na i financim, qysh duhet me bo gazeteria u lumtu se? Që besa dhe rëzikshme është në Balkan. Edhe rëzikshme. Edhe e kushtushme. A neve në lipin përgjithsi, thu ti, ku me dit, e kina një minjerë tonën, edhe prodhojmë lajme. Dojmë i gjujt do pare. Për ma tepër, e ki, po e zgjas po du më nalë të do aspekte praktike. E lexon mediumin publik, të cilin dihet që e financojmë na, e lexon, e shembull, Evropën e Lirë, faleminderit për Kongresit Amerikan, që financojnë ata, edhe okej, i ka paret e qeverisë Amerikës nëse s'ja unalin se dhe atje Trumpi i ka do dilema. Premium gazetari lexon të Evropa Lirë, mas nej, medium publik që e pagujmë na me pare tona, t'ja huqin, që është lobot da Bosla, stopot na Evropa, e bojnë bërlëgë krejt, kalzëm, seriosisht, në terma praktik, kush reklamën, kush nuk reklamën, cilat industrion mrena, qysh mshelet një vit. Industrit ma të forta që duhet me reklamu, që reklamojnë këtë botën, nuk janë Kosovë. Farmaceutika. Farmaceutika në Shqipni ki plot emisione edhe debatuse edhe investigative që farmacit reklamojnë. Të na është ndalume, janë veçëm disa loje suplimenteve që nuk ndalon. Mirë, po ata nuk kanë. Do me thonë, nështë një trek që i ka, nështë 300 milion që arkullim vjetë. Sigurimet, industria ma madhe, nuk i ki prezent. Bankat nuk i ki prezent. Telefonia nuk i ki prezent. Për shambull, as telekomi jese jo, ta shumë pak ka investime. Jënë disa biznese tjera që funksionojnë që reklamojnë. Mirë, po shuma nuk është nëjë shumë e madhe. është trek shumë i vogël i reklamave në Kosovë. Edhe për ato do më thonë nështë nuk është që nuk kina televizione që zhvillume të azojmë si në Shqipni ose dikon tjetër që i pagujnë emisione si Big Brother €1.000.000. Do më thonë, ose dush me pas një biznes të fort mas vetës, ose dush shto me një staf të kufizum edhe që meresh me ma pak angazim. Në fjallë tjera hinë